mi afru dëshmit, mi u kallëzu qysh kanë rajt, qysh kanë manipulu, qysh kanë vjedh. Këtu i keni dëshmit dashur qytetar, ora 12 e natës në njësor të Kecit, 3 masdite në orën reale, 3 mëngjes, 3 masdite, 11 e natës, 3 masdite, pro plot dëshmi këtu që keni mi pa dhe vetë, du mi au dorëzu, mi u kallëzu që faktet nuk rajnë, këta po rajnë, sepse kanë inkasu tyra, mjete financiare, paljet që ndaj qytetarit Kosovës, dhe kanë dalë, kanë thonë që po manipulohen dhonat. Kur zëreja ka thonë prej orës 10 natës fillot ari valirë. Pra ka thonë 10 natës, nuk ka thonë 4 mëngjesit, nuk ka thonë as në 6 mëngjesit, as kur do në ketë në kesko. Kanë thonë në ora 10, 10 do të me fillu, jo kështu që i kemë këto dokumenta. Prej aty do të me lypë përgjëtësia dhe të institucionet, të qeveria, të ministria, sepse kom të gju që i kanë shkarku disa zyrtar, të cilët e kanë fillu të hetime pak merët, që kjo qeveri që është sot. Pra dhe atje do të me shku, me kërku përgjëtësi dhe logari, çka po ndodh me dalë mi u tregu qytetarit Republikës Kosovës, sa i madh është ky manipulim. Sa pare ka kushtu ky manipulim, dhe këto pare duhet me u kthy. Pra duhet me u kthy qytetarit Republikës Kosovës. Prandaj, këtu ka një hall të madhe. Ku është ai me faili i vetëvendosur që po del pa akuzon? Sot do të me konë qëtu me neve, to dëshmi komi dërzu në prokurorinë speciale. Dhe pastaj, ata duhet me u marrë me këtë rast deri në fund. Menagimenti nuk dashti mu taku, besa as dokumentat nuk dashtën mi pranu, ja u lam që aty, sepse më sillen pak në për do koridore me kallëzu që unë nuk moj, aj nuk mun. Kjo është për me të ardhë keq për be, sepse nuk dojnë as një përgjigje me ta dhonë, as zyrtarisht, as jo zyrtarisht, por mirë, unë tash e di adresën ku me shku, sepse do t'i drejtojmë edhe ministrisë, atje ku janë përgjegjësit kryesor për monitorimin e këtyre njësorëve elektrik, sepse duhet me pas mi përcjell standardet e nevojshme, pastaj në ZRE dhe në fund në prokurori, uroj që kjo ka me marrë një epilog dhe do të ketë epilog sigurisht, sepse këtë hajni duhet me nalë bashkarisht. Faleminderit shumë.